zemra kur ti e përcjell nanën tane për në ahiret. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e përmend të sahabët vdekjen shpesh. Nëse vdekja është ai që i këput këtë filozofit krejta muhabbetet, domthonë nuk ka çka këtu të shtojnë. Njeriu ka jetu, ka qenë me neve, ka sjell sebeb e vlad në dunia dhe ti ndahesh për tina. Dhe kjo ndarje nuk është ndarje me kthim, është ndarje pa kthim. Andaj marrim mësim nga kjo vdekje dhe sikur vdekje tjera që po i përcjellin muslimanët. Se sado që po e zhvillojmë këtë dunia dhe po kontribojna, fundi si cili për neve aq fillon. Ka thonë alaihi salatu wassalam li mithli hadha al-yawm fa'iddu. Këtë ju që keni mbejt, që ka biti i barit dhe të i vonit, që këtë banu hazën për këtë ditë. Këtu tash këtë ka thonë, vallaj njërin e të gjallë, me lanë këtu vetë, fillon mu trishtuve. Kur të filloj nata me ra, kur të filloj kjo me kryu atmosferën e trishtushme, nuk rri, tutësh. Na kitë me kera kena orë këtë shkojna, edhe i lojna vetë. Dhe qka i mbetet, i mbetet vetë Zotë i Madh Gjelle Gjelalu. I mbetet vetëm imani, Allah ja përcof gjuhën që ti përgjigjet me lek vetë Zotë. Tash është momentin ma kritik për birin edhe birin atevi. Se pik këtu fillon me morë kajen për në akhirat. Andaj, të ndërum gjemaat, të ndërum vlezër. Na sot për përcjell me familjarët e tonë, po na që kena mbeti kena ma krizë. Sepse na e nes du të me kalun këta. E kjo nana jo nuk vdes më për titi. E ka dhanë amanetin, inshallah Zotë ja ka mundësu me dhanë me iman, ka qenë namazit, ka qenë agjerimit, e ka kry haqin, ka lënë e vlad pas vetit që e njovin Allah dhe e njovin pejgamberin selam dhe e bëjnë namaz. Kjo është më e mira të ndërum xhamat. Plot për njerëzve kur na pyesin ne hoxha vdekjave çish duket. Mos u mundon me di çish duket. Përgatit për bahani njëri te pejgamberi alayhis salam, ka thonë ja Rasulullah kur bëhet kiameti. Kini ba njerëzit ju vjen interesant, shenjat e kiametit, një konspiracione ku da di qka. Qka i ta pejgamberi alayhis salam? Pa e bo hazara. Qka që e di? Me të paskallëzua Allah me datë, që këtë datë ki me tekë. Ty së kishë jetura, ha? Kishë këshirë kalendarin, për ditë qysh ka mudu ka jo ditë. Po alhamdulillah, Zoti nuk na ka kalëzua. Po edhe të dri nefsun, asni nefs nuk e di ku ka me vdekë. Dhe alhamdulillah, kjo për rahmetit Zotit. Ka në disa pritparve të muslimanëve, Allahu na ka mëshiru që s'na ka kalëzu për vdesë. Mi kjo rahmet. Apo, ti nuk e di belajën që ka të vjen, andaj edhe i shkon belajës të dera, pse? Sepse Zoti ka mshirë. Po këta sy të ndërum xhamat mos të zgjasim, varri është stacioni i parë i ahiretit. Omar ibn Khattabi, kur i përcjell të gjenazët, qarte dhe qarte, i ditë dhe përcjell një gjenazë se kishte të afër. Dhe filloi me qajta të gati familjar ku qetësuar, ai nuk u qetësua. Dhe dikush e pyeti tha Omer, janë qetësu familjar, tha ti ala tu kaj. Jo tha unë jam tu kaj për këtë. Tha unë jam tash tu kaj për vetin. A jam të paramenuar ditë kur vdesune, ka me tha njerëzit vdi qomeri, qish duket ajo ditë. Të ndërum gjema, si cili për neve dhe ta mëzere vetën e vetë, kur të hi për të lajë me kitë kojshive dhe kitë mahalës, ka vdek për lajë, e ti ki vdek. Allah na mëshiroft të gjithë. Amin. Allah na mësoft me jetu me iman, me jetu si besimtar, me larguar nga zemrat tona i zillijat dhe inatët dhe smirat dhe ato që na ngarkojnë shpirtin, nga se këtu s'ka mundësi asnjë rob i Zotit me këtu pa ardhur këtu. Andaj lutemi për motrën tonë, lutemi për nanën tonë, Zoti ta mëshirojë. T'ja bojnë halal, t'ja bojnë vladët halal, e tregon si cili që ka pas raport me ta halal, nëse jemi njerëz, dhe në raportet njerëzore gjithmonë ka diçka që linje të nanë, e s'ka mundësi me dhënë haki, sikur që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ju mundohuni, ama veç me rahmetin Allahut jeni në xhenet. Na japi mundin tonë, ama mos me konë Zoti me rahmetin e vetë, na kursën e fitojnë në xhenetin e Zotit. I thanë sahabët, ja Rasulullah edhe ti, dhe edhe une, veç Zoti me përfshi me rahmetin e vetë. E njoni për neve thotë, e pse më munuar kjo? Na munomi për sebeb. Ti e gjunë farën tokë, Zoti e mbjell, Zoti e zhvillon, Zoti ta jep pritin, ti veç e ki kujt farën, fund veç kanë e shkullë. Ja që kjo është e jutja. Lusim Zotin e Allah Gjelle Gjelalu, që Allah subhanahu wa taala na mëson të zgjidhë mirë dhe quas për të përgjigj me lekë. Kjo ndryshon farën dhe t'ja baf paqeve të xhenetit.
Na mundson Allahu subhanahu wa taala që punët e mira t'ja regjistron në regjisin e veprave të bëra me kabul. Çdo kusur, çdo gabim, çdo të lehtë, Zoti ja fal. Zoti ja trajton me mëshirën e vet, jo me drejtsinë e vet. Elusi Zotin e Madh dhe Xhelal që familjen e tij afsal. Dallahu ja durim dhe fjala e fundit ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kur musliman t'i godet në musibet, ata nuk takon pos me thamë, ta Allahu t'jena dhe ta i të kthehe. Edhe na kreç ka jena gjallë, ta Allahu t'jena dhe ta i kena më kthije, kur të që kena gatit, inshallah kena me iman. Edhe njëherë, nëshën Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allah subhanahu wa taala e leton natën e vorit, dhe mundson të vjetë me banorët e xhenetit, nëshën Zotin e Madh subhanahu wa taala që familjes t'i jep sabër, t'i jep durim, t'i jep gajret, të mos të thonë një fjalë që nuk e kënaq Zotin tonë te bareke ve teala. Zotin e Madh këtë musliman që kanë ndrojnë Allahu t'i mëshiron. Këtë ata të cilët ndrojnë njërë në për luftra, në për betejë, në për vendin ku Zoti sprovon si cili me sprovën e vet që ka mundësinë e bajt, Allahu t'i mëshiron. Allahu na mundson të takojmë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.